listës korruptuarve i shtohet zyrtarisht tashmë edhe Akshi. I shtohet një sektor tjetër. E nuk është çudi sepse 96% të tenderave në sektorin e teknologjisë informacionit i merr një biznesmen. I merr po ky biznesmen që nga i Albania tek dhënat personale, tek gjendja civile, janë dhëna me të vërtetë sensitive, dhëna që kanë lidhje edhe me sigurinë kombëtare, që tashmë janë me një dorë, përqendrohen në një dorë me një njerëz që është afër kryeministrit, i njëjti që vodhi edhe dhënat e tatimeve pak vite më parë. Nuk është çudi që kjo qeverisje sot është një qeverisje e delegitimuar. Kjo qeverisje sot i ngjan një anije që futui nga të gjitha anët me një kapiten që bën sikur nuk e di, sepse është pikërisht ai që ka ngritur këtë sistem ku në çdo sektor, që nga rrugët tek energjia, duke vazhduar me teknologjinë e informacionit e deri tek fermerët, çdo gjë shkon vetëm në pak duar, në këto duar, të cilët kanë vrarë konkurrencën, të cilët nuk e lënë më ekonominë e tregut të funksionojë. Po pse nuk ka të rinj talentuar Shqipëria që mund të marrin këto tendera teknologjitë të informacionit? Pse nuk ka biznese shqiptare që kanë vite që punojnë, që mund të investojnë në rrugë, që mund të investojnë në energji? Por jo, sistemi është i tillë që të gjitha do shkojnë te të preferuarit e qeverisë. Ky sistem e ka vrarë sot garën, ky sistem ka vrarë konkurrencën, ky sistem ka vrarë edhe shpresën. Këtë sistem duhet rrëzojmë, këtë sistem duhet ndryshojmë.